Rikthehemi sërish në studio. Tashi unë do bëj një provokim pak konspirativ. Pse pikërisht në këtë kohë ju hoq non grata Berishën, se kam për ju? Po, ka disa, do me thënë, pika, nga ana, mund të mos jetë vetëm rast i izoluar, sepse gjithë lista e zezë u hoq nga Departamenti i Shtetit. Do me thënë, ishin disa individ ndërkombëtarisht që u hoqën nga listat non grata, jo vetëm Berisha. Kjo mund të jetë një arsye. Arsyeja tjetër është muhabet i thellë, kur i thonë, se nuk e dim se çfarë e vërteta e hollësishme është se nuk e dim se çfarë planesh ose çfarë diskutimesh po ndërmerren pas dyerve të mbyllura në agjësitë e ndryshme si amerikane, si jo amerikane. Do me thënë, kjo punë e agjenturave është punë e ditur, nuk ka, ose interesave speciale të grupimeve të ndryshme. Nuk besoj se heqja e non gratës Berishës ka lidhje me interesin amerikan për të vënë një Berish të ri në krye, sepse jam dakord me mendimin e Erit në fillim, që Rama është në atë pikë të karrierës politike të vet, që i intereson shumë një marrëdhënie e ngushtë me Trumpin dhe me familjen Trump, gjë që është pozitive për vetë Trumpin. Dhe për sa i përket politikës amerikane, besoj që politika amerikane është kapur paksa e çorientuar me këtë situatën në Shqipëri, që pse ndodhi dhe ku do të shkojë. Dhe amerikanët janë shumë të llogaritur për këtë punë. Dhe Shqipërinë nuk e shohin më si një pjesë të puzzle-it vetjak, e shohin si pjesë të planit të përgjithshëm evropian. Dhe ai do të jetë, do me thënë, përcaktimi që do të jap drejtim Shqipërisë për sa i përket politikës amerikane. Me datën 4 korrik vjen ambasadori i ri amerikan. Berisha kishte një intervistë sot që apo dikush thoshte që është i ftuar në takimin e pritjes, po është kryetari i opozitës, sidoqoftë. Tani të ndalemi sik tek diaspora jonë, ne këtu. Ju organizuat një në kohë me lajmërim mjaft të shkurtër një miting proteste pranë Balkan Center javën e kaluar për të solidarizuar me protestat në Tiranë. Si u zhvillua takimi dhe çfarë mësimesh nxorët për një protestë tjetër? Po, ishte spontane edhe me kohë shumë shkurtër, short notice. Po prapse prap neve na erdhi një përfaqësim nga unë, ishin njerëz që unë nuk vetëm 5 njerëz nga ato 200 ose 300 individ i njihja. Gjithë ishin nga qytete ndryshme të Shqipërisë që nuk isha pas njëherë në jetë time. Ajo më bë ndjesh shumë mirë. Domthon, njerëzit duan të mblidhen, e diskutojnë, e të flasin për situatën në Shqipëri dhe të kontribuojnë në mënyra ndryshme. Domthon, dhe mua më pëlqen sepse nuk do të jetë vetëm një grup trish që vijnë me ide, por do të vinë dhe ide nga vetë njerëzit. Dhe ideja është që ne do bëjmë prap town hall meetings ose protesta duke u rritur në numër edhe më të mirë organizuar. Do të jenë më të mëdha, por duhet kemi shumë kujdes që protesta jon ose këto town hall meetings mos të keq përdoren nga aktorët anti-shqiptar, që duan ta prishin protestën ose duan që Shqipëria të humbi pikë në sytë e administratës amerikane. Të thuash atë që ndodhi me protestën, rastin e Pogradecit, unë do t'ju kërkoj ndjes pasi miku jon Reginaldo ka një appointment tjetër, do na shkëputet, por është i mirëpritur në çdo takim tjetër. Ju faleminderit Reginaldo që morët pjesë. Faleminderit ju. Ju organizuat këtë takim. Pati aty përpjekje për të penguar apo për ta denigruar qëllimin apo për ta paraqitur si aktivitet tjetër? Po, fatkeqësisht pati direkte. Në momentin që unë e postova në Facebook lajmërimin për protestën, një account fake, një account domethënë falso, bëri një postim edhe ajo për protestë po atë ditë, por në orën 2 drekës. Kjo ishte në orën 5, në orën 2. Dhe bënte komente që
mos shkoni ke kjo protestë, po hajdeni ke protesta tjetër për ta sabotuar. A ishte marrë leje për atë protestë? Jo. Edhe disa njerëz që u bën confused, shkuan këtë dyja. Ke kjo protesta në orën 2, ke kjo account fake, shkuan rreth 12 veta, 15 veta. Dhe këta njerëz shkojnë atje dhe ky organizatori as nuk paraqitet. Po cili është ai abuzdim? Nuk e dim. Edhe biles mendoja një herë që ta raportojnë në polici, që policia ta gjetë që ta dimë në komunitetin shqiptar kush është ky person që e bën këtë. Kush është ky patronazhist specialist. Dhe njerëzit po qëndronin aty dhe nuk dinin kush është organizatori dhe më e keqja i vjen policia. I vjen policia atyre atje dhe i kërkon llogari, pse jeni mbledhur ju këtu, çfarë po bëni ju këtu, që s'keni marrë leje. Dhe ata thanë, neve na ka thirrë dikush online, kemi ardhur këtu dhe kaq dim. Po kjo është era e parë, po duhet kemi parasysh edhe herë tjetër. Po, kjo është për, domethënë për skem Netflixi. Pastaj, edhe në protestën tonë, në PES, kishim njerëz që më vonë e kuptuam që nuk ishin komunitetit këtu, po kishin ardhur nga Shqipëria. Nga Shqipëria, antar një partie, kryetari një partie kryesore në Shqipëri, vjen aty, jep një speech dhe e nxjerr, e regjistron dhe e nxjerr ke Facebooku vet publik që partia jon ka filluar takime në komunitetin diasporës, që e transmeton si pra ndryshon drejtimin komplet, kur kjo lëvizje është jo partijake, është kundra dy partive. Ato duan të bëjnë sikur kanë filluar ato takimet me diasporën. Eri, si mendon? Do të bjerë, do të ulet ritmi i protestës, apo do ashpërsohet? Protesta do ashpërsohet, do ngrihet. Do ngrihet më shumë, do ngrihet në Shqipëri, po do ngrihet edhe këtu në diasporë. Jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë vendet ku ka shqiptarë. Jo, sot kishte edhe në Australi madje. Patjetër, sepse do jetë moto dhe është moto adeo mbi partinë. Këto cicmicët e partive do të zhduken del nga del, sepse shiko se është puna. Ne jemi shqiptar, edhe duke qenë shqiptar ne kemi një diçka në genin tonë, që jemi krenar, jemi popull krenar. Edhe nuk pranojmë të shtypemi. Pavarësisht se në historinë tonë të vjetër jemi shtypur. Jemi shtypur edhe kemi kaluar shumë vujtje. Kemi kaluar një nga diktaturat më të egra të botës. Duam të jemi vërtet të bëjmë diçka të mirë për vendin tonë, duhet të jemi të lirë. Edhe jemi krenar, si që nisa. Edhe derisa jemi krenar, kjo krenari duhet të shfaqet nga të gjithë adheu mbi partinë. Çfarë do të thotë? Do të thotë, nuk do të jemi thjesht ajo krenaria që bëjmë shqiponjën ose sa mirë me qenë shqiptar, hajde veçim bluzën, shkëm se po lush Shqipëria në stadium. Jo. Krenar që jemi shqiptar do të thotë që të gjithë nga rinia, edhe nga prindërit tanë, gjyshërit tanë, të mblidhemi edhe të mësojmë brezin e arshëm dashurin për adeon, çfarë do të thotë kjo krenari, jo vetëm thjesht krenari rrjetes sociale, po të jetë në akte, edhe të mblidhemi dhe ta ngrejmë zërin që ai vend të eci përpara, sepse shiko, ne jemi mërgjimtar, edhe në një mënyrë ose tjetër jemi me valixhen dorë. Unë kam ardhur në Amerikë në vitin 2000, do të thënë isha thjesht 15 vjeç. Kaq vite se kam jetuar unë në Amerikë, unë këtu e quaj veten time refugjat akoma, sepse në biseda kështu, në biseda me rrethet mbyllura gjithmonë thuaj, duhet të jesh 600 vjet në një vend që quhesh je nga ai vend. Ne jemi këtu refugjat. Tani ka ardhur koha që edhe kur shkojmë në Shqipëri, na thënë, ama se edhe këtu refugjat jeni, sepse jeni shumë të disconnect. Jo, ne jemi krenar, jemi shqiptar, do të mësojmë brezin e arshëm, duhet të organizojmë komunitetet që me aq krenari sa kemi, të japim ato brenda mundësive që kontributet e jona për adeon, që kur shkojmë dhe ne atje,
tjetë aja dhe edhe i joni, sepse është, ne si komunitet kemi numrat, kemi vizionin, jemi të shkolluar, pse mos shkojmë edhe ne atje të investojmë, të kontribuojmë për vendin tonë. Por gjitha këto gjëra duan pak organizim, duan pak vullnet, edhe duan pak mesazh të pastër që është adheu mbi partitë, që të gjithë të bashkohemi për adheun, e të gjithë të japim kontributat tona që të ecim përpara. Sepse i kemi këto mundësi. Pse mos i shfrytëzojmë? Të gjithë komunitetet e tjera, të gjithë vendet e tjera bëjnë të njëjtat gjëra për adheun e tyre. Edhe adheu jonë është shumë i bukur dhe unë bëj thirrje, sidomos rinis këtu që janë të shkolluar, janë rritur me një vizion të hapur, edhe të bashkohen me të gjithë shqiptarët që të bëjmë diçka edhe ne për këtë Shqipëri të re, sepse është e rëndësishme. Alban, ne folëm për jahunën në mediat botërore, por pak po shohim jehon nga qeverit, Bashkimi Evropian, vendet e tjera. Çfarë mesazhi duhet ketë edhe për nga ato BE-ja dhe vendet tjera kur Shqipëria synon të aderojë? Besoj se mesazhi duhet të jetë pozitiv pro rinisë shqiptare, por në të njëjtën kohë ne kemi jehon nga qytetarët evropian. Ne kemi turista që janë tani në Shqipëri, që kryeministri Rama tha kjo protestë do t'i tremi turistat, është keq për turizmin. Ne kemi turista që i bashkohen protestës, ne kemi turista që kanë zgjat biletat, që kanë qëndrojnë më shumë tani pre protestës, sepse është një gjë e bukur, është një gjë europiane, demokracia, protestat janë vlera europiane. Dhe ne kemi turista që thojnë, kishe një video sot, dikush e pyet një italiane, i thot, a keni frikë nga ne, nga protestuesit? Jo vetëm që nuk kanë frikë nga ju, po vi adoro, ne ju adhurojmë, sepse ajo është çfarë bëjnë europianët në Europë. Atë bëjnë italianët në protestat e tyre në Europë, atë bëjnë gjermanët në Europë, atë bëjnë holandezët në Europë. Domethënë mesazhi nga Europa është dhënë. Mesazhi nga qytetarët, nga turistat është dhënë që janë pro rinis, janë kundra klasës vjetër, edhe europianët, edhe administrata europiane don të bashkëpunojë me një klasë jo të korruptuar, don një klasë të re në politikën shqiptare, don të ri që janë arsimuar në Perëndim, janë arsimuar në Europë, në Amerikë, dhe krijojnë marrëdhënie qeveritare dhe biznesi me një klasë, me një Shqipëri të re, jo me një Shqipërinë e vjetër. Më falë se po ndërpres, edhe në kanalet zyrtare, qeveritë evropiane janë futur shumë në Shqipëri tani. Shiko, ne e pam që ndodhi me portin e Durrësit. Ne po e shikojmë që ndodhi me rastin e Belinda Ballukut. Këto janë fakte që po ndodhin, domethënë edhe Evropa po thotë një minutë, që janë këto investime që strategjike për Shqipërinë, sepse jemi vend antar NATO, edhe që janë këto investime strategjike që asnjë nga vendet e Bashkimit Evropian, vendet e NATO-s po marrin këto projekte, po dalin kompani që janë shallë, që nuk njihen, që nuk dihen, edhe po marrin këto investime. Evropa po flet edhe po flet shumë qartë, edhe nëse e shikoni kryeministri ka qenë në një dalin nga vetvetja. Edi Rama është një nga orët më të mëdhenj që ka Shqipëria për mendimin tim, din të navigoj. Për këto kohë të fundit ka dalë pak nga radara, nuk po din të orientohet. Edhe nuk është thjesht koincidencë, është presion i madh sepse Evropa po flet, edhe po flasin të gjithë shtetet në mënyra zyrtare, sepse çfarë po ndodh atje është. Alban, nëse ke një pyetje për zotin Rama, cila do të jetë ajo? Do t'i thoja, bëj një shërbim kombit tënd. Fundi i kësaj historie dihet. Ai ose do të hiqi në mënyrë disgrace, domethënë të dëroj popullin e vet, ta hudhë, ta kapi, ta tërheqë zvarr, siç e tërhoqi ajo banda atë njeriu zvarr, ose populli do të tërheqë zvarr, ose bëj diçka pozitive që ta t'lesh një legacy të mirë.
bëj diçka për vendin. Dhe çfarë duhet bëj ai, po tjetë me vërtet adetar. Nuk shansi që unë nuk besoj se ai është adetar. Por shpresoj që të ma të provoj të kundërtën. Shpresoj që të ma provoj të kundërt, që të regot adetar. Ai duhet të japi dorëheqjen që populli mos ta acarohet, që mos bëhen protesta të agravohen protestat, të bëhet dhunë, të digjet diçka, të jetë një rotacion politik paqësor dhe ajo do jetë kartolina më e bukur që ne të futemi në BE. Eri, për ta mbyllur. Mesazhi im për zotin Rama do ishte kjo. Ju jeni një pjesë e Partisë Socialiste, pavarësisht bindjeve, por Partia Socialiste ka prodhuar gjithmonë debat. Ka provuar që është një parti e debateve. Edhe më kujtohet zgjedhjet e fundit të Partisë Socialiste kanë qenë midis Pandeli Michaels edhe Fatos Nanos, edhe kanë qenë një debat shumë i fortë në Partisë Socialiste. Nëse Edi Rama vjen nga një parti e tillë, atëherë ai duhet ta kuptojë që ka bërë disa gabime shumë të rënda. Domethënë, e ka bërë një parti që nuk ka mosgjedhje, është vetë i pari, edhe e dyta ka ndjekur për të njëjtën frymë duke qenë në pushtet. Ai vërtet ka marrë 800.000 vota, por tani është koha për ndryshim, tani është koha që zoti Rama jo individualisht, por ai arku i rilindjes, le ta quajmë, duhet hapi krahun sepse Shqipëria ka nevojë për leadership të ri. Ju faleminderit që ishit pranishëm në studio për horizontin e bisedës, për mënyrën si trajtuat çështjet, edhe për nismën që keni marrë që të kemi edhe një protest këtu në diasporë, që diaspora mos të ndihet vetëm kur të votoj, po të ndihet edhe për momentet e tjera që janë decizive për të ardhmen e kombit ton, për të ardhmen e Shqipërisë. Ne ju ftojmë edhe një herë pas ndonjë proteste tjetër të jeni këtu me të ftuar të tjerë. Besoj ta kemi edhe më të zgjeruar pjesëmarrjen e debatit, por edhe me individ të tjerë të cilët kanë mendime të kundërta që nuk janë të vlefshme këto protesta, po prishin klimën e investimeve amerikane. Edhe një herë ju faleminderit që ishit në emisionin ton dhe miru takofshim. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund emisionit ton Argument, do takohemi në emisionet të tjera me të ftuar të tjerë. Natë mirë.